Një tjetër tender me vlerë të paktën 2 milion euro është vendosur në lupën e prokurorisë së posaçme. Bëhet fjalë për tenderin e tunelit të Llogaras, një investim i inauguruar përpara një viti. Konkretisht Vision Plus mëson se prokuroria e posaçme ka sekuestruar dokumentet e kompanisë Hill International NV dhe Net Group SHPK, kompanitë të cilat kanë kryer supervizimin e ndërtimit të tunelit të Llogaras. Ky hetim nga SPAK vjen në kuadër të hetimit që ka nisur më herët organi i posaçëm për ish-kreun e ARSH Servis Berberi, kompania Net Group, në pronësi të Valter Begajt, i cili më parë ja ka bler Berberit, dyshohet se është favorizuar për të fituar të drejtën e mbikëqyrjes së punimeve në këtë tunel. Hetuesit kanë dyshime se pikërisht lidhja dhe miqësia që firma private kishte me ish-kreun e ARSH-s mund të ketë ndikuar në përcaktimin paraprak të fituesit në tender. Nga hetimet e drejtanishme, SPAK akuzon ish-kreun e ARSH-s Berberi se favorizonte mikun e tij Begaj në tendera përmes një kompanie që ai e kontrollonte në mënyrë të tërthortë. Kujtojmë se në dhjetor të vitit 2021, Ministria e Infrastrukturës shpalli garën për tenderin për mbikëqyrjen e punimeve në ndërtimin e tunelit të Llogaras me fond limit 196 milion lek ose gati 2 milion euro. Në këtë garë morën pjesë disa kompani private, të cilat u skualifikuan për shkak se nuk plotësuan kriteret e kërkuara në tender. Në këto kushte, dy kompanit, Hill International NV dhe Net Group, u shpallën fitues. Prokurori i SPAK Dritan Prençi ka kërkuar sekuestrimin e dokumenteve të firmave private dhe ato të Ministrisë së Infrastrukturës në lidhje me këtë tender të dyshuar korruptiv, ku përfshihen kontratat, kushtet e tenderit si dhe kostoja në total.